Ergiz Verdho ka hapur një megatender me vlerë rreth 15.7 milion euro për ndërtimin e një segmenti hekurudhor 4 kilometra të gjatë, që do të lidhë terminalin e transportit publik me stacionin e trenit në Tiranë. Projekti përbën fazën e fundit të zgjatimit të linjës hekurudhore Durrës-Tiranë dhe përfshin edhe ndërtimin e terminalit të ri pranë bulevardit të ri. Sipas gazetarit Elkon Qyno, procedura tenderuese është hapur më 11 maj dhe pritet të mbyllet më 15 qershor 2026. Gjatë kësaj periudhe, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave do të shqyrtojë propozimet ekonomike të kompanive shqiptare dhe të huaja që marrin pjesë në garë. Burime pranë hekurudhës shqiptare pretendojnë se ekzistojnë dyshime për paracaktim të fituesit të tenderit, duke konsideruar procesin si formal dhe jo realisht konkurrues. Sipas tyre, ky është tenderi me vlerën më të lartë financiare i zhvilluar nga një institucion shtetëror gjatë 5 mujorit të parë të vitit 2026. Ndërkohë, është kërkuar që SPAK të monitorojë nga afër procedurën për të shmangur abuzimet e mundshme. Paralelisht, hekurudha shqiptare ka nisur edhe një tjetër tender me vlerë 916 milion lekë të vjetra për projektimin dhe ndërtimin e stacionit hekurudhor të aeroportit të Rinasit.